Qindra besimtar në Gjirokastër, por edhe nga zona të tjera, janë mbledhur në katedralen Ngjallja e Krishtit për të festuar ngjalljen e Jezu Krishtit. Mesha shenjtë është drejtuar nga mitropoliti i Gjirokastrës, Hirësia e tij Dimitri, ndërsa atmosfera ka qenë e mbushur me lutje, qirim të ndezur dhe emocione. Besimtarët kanë përcjellur urimet për Pashkë të bekuara, me paqe dhe dashuri për njëri tjetrin. Është drita në mbi errësirën edhe shpresoj gëzuar Pashkë sa më të bekuara dhe plot me dritë në zemrat e gjithë shqiptarëve. Gëzuar të gjithë bashkë edhe një fat, një lumturi për të gjithë krishterët e ortodoks. Rëndësia e kësaj fake është paqja dhe mirëseardhja e Jezusit në këtë botë. Që urojmë sot Krishtin mes nesh, uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, shëndet, mbarësi dhe gjithçka që kanë mundësi për ta bërë vetë më të mirën. Krishti u ngjall, një ditë e madhe, Pashka, një ditë e lumtur për gjithë komunitetin ortodoks, katolik, por edhe për gjithë shqiptarët. Ju uroj të gjithëve gëzuar, dritë ta kemi gjithmonë. Urimeve ju bashkuan edhe përfaqësues të politikës. Gëzuar edhe mbarësi të gjithë motrave dhe vëllezërve të besimit ortodoks. Është i disa vit që mua kjo natë e bekuar më gjen këtu në Gjirokastër. Është një moment ku jeta rivin, solidariteti është më i madh se asnjëherë. Gëzuar Pashkën. Urojmë të gjithë besimtarët, gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall. Kjo është dita më e rëndësishme për të krishterët. Ju urojmë të gjithë besimtarëve gëzuar dhe për shumë vjet. Në këtë ditë të shënuar për të gjithë të krishterët sot, do të uroj mirësi, paqe, bashkëjetesë, begati për të gjithë. Jo vetëm për krishterët, por për të gjithë qytetarët e qarkut të Gjirokastrës, për të gjithë miqt, për të gjithë ata të cilët realisht duan të jetojnë më mirë dhe duan të gëzojnë jetën. Gëzuar Pashkët për gjithë, Pashkë të mbara, mbarësi, është dita e fitores së jetës mbi vdekjen, është dita e fitores së të mirës mbi të keqen. Shpresojmë për gjithë shqiptarët ditë më të mira në të ardhmen. Pashkët u festuan edhe në kishën e Shën Harallambit, Sarand. Pashkët simbolizojnë ngjalljen e Jezu Krishtit 3 ditë pas kryqëzimit dhe përfaqësojnë fitoren mbi vdekjen. Flaka e shenjtë, e cila mbahet e ndezur gjatë gjithë natës, është simbol i shpresës dhe besimit të palëkundur.